Ne jemi me një periudhë, me një kohë ku angazhimet janë shtue. Njerëzit mundohen të fitojnë, njerëzit mundohen të punojnë. Do thot kërkesat janë të shumta, e kështu që njeri angazhohet në këtë dunja me shumë angazhime, duke menduar që ai të nxjerrë një dinar, ta mban familjen, apo ta ban një pushim, apo të ndërton diçka, apo të blen diçka. Po ashtu, nëse angazhimet janë shtue dhe janë të shumta, por të njëjtën kohë fitnet dhe sprovat janë shtue në çdo aspekt, në çdo sferë të jetës që jeton një njeri në sipërfaqen e tokës. E këto angazhimi i shumt me punë dhe fitnet e shumta, sprovat e shumta në çdo sferë kanë bën që zemrën e besimtarit që të jetë larg Allahut subhanahu wa taala. Kanë bë zemrat që të jenë të pakujdesura ndaj dhikrit dhe të përmendjes të Allahut subhanahu wa taala. Këto në kanë bërë që zemrat tona të smurën dhe të jenë larg Allahut, dhe kanë bërë zemrat tona të jenë të ashpërta, të vrashta, derisa ndoshta mbrin niveli të vdekja e zemrës dhe prishja e imanit. Allah na ruaj.